Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë me ju në fakt një video në rrjetin social TikTok e cila po shpërndahet gjithandej. Një personazh anonim, do me thënë, ka thënë që Egli dhe Gjesti është ndarë. Tani ne nuk mundemi të besojmë gjithçka në këtë pjesën e këtyre anonimëve që flasin. Okej, lëvizjet që bëjnë Gjesti dhe Egli të lë të kuptojsh që marrëdhënia e tyre nuk është më, ato nuk janë çift, do me thënë thjesht mënyra që nuk postojnë asnjë gjë, nuk i bëjnë like asnjëherë njëri tjetrit dhe po ndjekin rrugtimet e tyre të lë të kuptosh që nuk janë çift. Por nuk do thotë që ne duhet t'i besojmë një mesazhit i cili ka të bëjë në një koment që të dalin të flasin për marrëdhënien e një çiftit i cili nuk po flet fare në veten e tij për këtë marrëdhënie. Në këtë mesazh thotë kështu edhe ju do të keni fatin ta shikoni, në një panel në TikTok është bërë kjo gjë. Përshëndetje, jam një person shumë i afërt i Eglit dhe dua të mbetem anonim. Por po shoh në shumë panele dhe njerëz që janë të rritur bajagji në moshë që po diskutojnë a janë Gjesti dhe Egli bashkë. Tani kjo pjesa njerëz janë bajagi të rritur në moshë. Jam një person shumë i afërt i Eglit, zakonisht në Shqipëri nuk përdoret fjala bajagi. Bajagi e përdorën Kosova dhe i bie që personi që ka shkruar është nga Kosova, nuk është nga Shqipëria, pasi që thotë jam një person shumë i afërt i Eglit dhe dua të mbetem anonim. Do të thonë mënyra e shkrimit është shkrim si nga Kosova dhe është e vërtetuar që është një mesazh kod kjo që ka ardhur, por gjithsesi unë dua ta ndaj. Por po shoh në shumë panele dhe njerëz thotë që janë të rritur bajagi në moshë që po diskutojnë a janë Gjesti dhe Egli bashkë. Unë dua privatësisht të them që ata nuk janë bashkë. Mbasi ka mbaruar Bigu, ata të dy, në me thënë edhe këtu duhet kapemi, i kanë ndarë rrugët. Kjo ishte dëshira e Gjestit, pavarësisht që ai donte të mbante kontakte shoqërore me Eglin, por Egli nuk ka pranuar. Prandaj, ato të dy nuk janë parë asnjëherë bashkë dhe nuk ka gjë mes tyre. Edhe në të ardhmen, në qoftë se ka ndonjë bashkëpunim muzikor, mund të jetë vetëm në dorën e menaxherëve. Të kam parë live, do me thënë i thot njërit, dhe po ju shkruaj që njerëzit të qetësohen dhe të mos shpresojnë për diçka që s'besoj që do të ndodhë. Por jetës nuk i dihet kur. Do me thënë, për diçka që nuk do të ndodhë dhe në fund jetës nuk i dihet kur. Do me thënë është i luhatshëm në mendimet e tij. E para njëherë Gjesti dhe Egli bëjnë disa lëvizje që në fakt të japin atë mendimin që të acarohesh sikur ato po tallen me publikun, me atë publikun që i vlerësoi pafund, me atë publikun që i dha duar trokitjen për 3 muaj me radhë, me atë publikun që unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them që e kanë detyrimisht shpirtërore, e kanë morale që të jenë transparent me publikun, qoftë sikur marrëdhënia të ketë përfunduar, apo edhe marrëdhënia të jetë e ndaluar. Do me thënë, marrëdhënia duhet të jetë transparente te publiku, sepse është publiku i cili i mbajti në sken këto njerëz, është publiku i cili i gjallëroi këto njerëz, është publiku i cili duar trokiti me muaj të tërë këto njerëz. Ky mesazh po bën xhiron në rrjetet sociale dhe ka njerëz të cilët e besojnë. Do të thënë nuk duhet të merremi me fakte të këtilla nga njerëz që nuk kanë ç'a bëjnë në shtëpinë e tyre dhe shkruajnë anonim. Duhet të kemi fakte bazë për të dhënë një përfundim të një historie që në fakt është një fabul që ka mbërthyer krejtësisht rrjetin social. Kjo u shëndërua një fabul, do të thënë u shëndërua një histori e pashpjegueshme që sot e kësaj dite nuk ka asnjë lloj shpjegim. Dhe për këtë gjë unë kisha dashur që të jemi pak më të detajuar, të jemi pak më në zë për të arritur të japim gjërat ashtu siç duhet. Gjesti dhe Egli nuk po reagojnë fare. Tani ose e kanë këtë mekanizëm
për marketingun e tyre që të mbajnë publiku në ankth edhe publiku t'i ndjek gjithmonë, sepse duke e parë që publiku i ndjek ato kështu veprojnë, ose marrëdhënia e tyre ka marrë fund edhe duan ta mbajnë si fenomeni i Heidit edhe Romeos, që nuk duan të flasin fare për marrëdhënien e tyre, por publikun ta lënë gjithmonë në ankth, duke e ditur edhe një diçka se bazë kryesore, ato të dy, por njëkohësisht edhe ish banorët e tjerë të shtëpisë së Big Brotherit e kanë Top Channelin, do të thënë Gjestin e menaxhon Top Channeli, edhe Eglin deri diku e menaxhon Top Channeli, normalisht ato kanë kontrata, sepse që të dy janë shumë të klikuar, që të dy janë shumë të ndjekur, që të dy janë shumë të dashur, por duke mos qenë transparent me publikun, publiku krijon një lloj imazhi të padëshirueshëm për ato. Do me thënë, kjo mënyra se si veprojnë është një lodhje e tepërt. Egli është shumë pak aktive, do me thënë fotografitë dalin nga rrjetet e tjera, jo nga rrjeti social i Eglit, gjithashtu Gjesti është shumë pak aktiv në rrjetet sociale dhe kjo e bën që Gjesti dhe Egli të jenë më shumë në qendër të vëmendjes. Po nuk do të thotë në shkrime që shkruan nga persona të cilët thjesht i shkruajnë ato shkrime, gjithçka është e vërtet, se ka rezultuar edhe në çifte të tjerë që marrëdhënia e tyre ka qenë shumë e mbyllur, por më në fund ka dalë që ato mund të jenë çift. Tani, dyshimet janë shumë të mëdha që ato të dy janë ndarë për shumë arsye. E para njëherë nuk ka asnjë takim mes tyre, nuk ka asnjë foto mes tyre, nuk ka asnjë paparac mes tyre, se besoj që në këtë ndjeshmëri klikimesh që po bëhet, në këtë eufori që kanë shqiptarët, me patjetër në një takim të tyre një shqiptar do ta kishte shkrep një foto. Edhe në qoftë se do të vjen kjo, më merr mendja që do të vjen për efekt mediatik, sepse duket që mes tyre, do të thënë janë ca gjëra që nuk shkojnë, tani Gjesti e ka hequr edhe vathin, nuk e ka më vathin, dhe siç duket marrëdhënia është ngecur diku. Po le të mos e komentojmë këtë, të paktën të kërkojmë nga çifti që të mbeten transparent, të jenë transparent dhe të tregojnë transparencën e tyre me publikun për hir të asaj që publiku i ka votuar gjithmonë, dhe më pas se si do ta vlerëson publiku dhe në çfarë këndi do të ndahet publiku, është pjesa e publikut, a do mbështes Eglin apo do mbështes Gjestin. Egli është një vajzë e cila punon me intensitet shumë të lartë, Gjesti është një djalë i cili punon me intensitet shumë të lartë. Do të thënë që të dy kanë nisur të punojnë, që të dy kanë hapur grupe në Instagramët e tyre, duke ndarë me fansat e tyre projektet, duke ndarë me fansat e tyre gjërat më interesante, dhe kjo gjë do të thënë e bën që të jenë në qendër të vëmendjes. Dua të marr mendimin tuaj në raport me këtë lidhje.